Rivlerësimi i pasurive është një proces që synon të kursejë qytetarët në rast të shitjes së pronës, ku sipas ligjit do duhet të paguanin 15% tatim të diferencës midis çmimit të blerjes dhe atij të shitjes, duke u dhënë kështu mundësinë që të rrisin vlerën e pronës me një normë tatimore prej 5%. Por kush duhet të nxitojë që të bëjë rivlerësimin? Në një intervistë për Skan TV, drejtori ekzekutiv i Narea, Reinaldo Pipiria, liston kategoritë për të cilët është i domosdoshëm ky proces. Mendoj që e para janë kushdo i cili do ta ketë në një proces shitje gjatë 2026-ës, 2027-ës ose ndoshta edhe 2028-ës. Përfshin dhe 2027-2028 sepse e dim për shkak të planit të strategjisë afatmesme të ardhrave që mbaron në fund të 2027-ës, nuk shikojmë që ka një mundësi apo një vullnet nga ekzekutivi për të marrë përsëri me tatimin mbi fitimin kapital të realizuar. Pra pas procesit të rivlerësimit, tatimi shkon automatikisht 15%, siç ka qenë çdo periudhë jashtë fushatave të rivlerësimit. Kështu që pra ne themi nëse ke ndërmend ta shesësh këto 2-3 vite, ky është momenti, për shkak se nuk besojmë që ti do shpëtosh taksa nëse lë më vonë. E dyta, patjetër që duhet ta rivlerësojmë pasurinë, kushdo i cili nuk ka një vlerë tregu në kartelën e pasurisë. Pra këto janë pronat të fituara nga procesi privatizimi, kompensimi, proceset të privatizimit ngjashëm me vitin 92 për banesat, trashëgimit, në ato raste kur për shkak të procesit të trashëgimisë ti ke fituar një pronë, por në momentin që ti ke fituar këtë pronë, për atë pronë nuk ka pasur një vlerë tregu në kartel, automatikisht ajo llogaritet me çmimet, po themi me çmimet e referencës dhe me kostot e shfrytëzimit sipas endit kombëtar të banesave. Pronat të cilët janë rrjedhoi e proceseve të legalizimit. Në momentin kur ti merr certifikatën e pronësisë, ajo llogaritet me koston e shfrytëzimit të vitit kur ti ke marrë certifikatën e pronësisë. Kështu që të gjitha këto raste kanë vlera vërtet minimale në kartel ose kanë zero informacion në kartel. Në këtë rast, pavarësisht se nëse do e shesësh apo jo, ky është momenti që ti të vendosësh vlerën reale të tregut. Por kush nuk e ka të ngutshëm këtë proces? Kushdo i cili ka kryer një rivlerësim 2-3 vitet e kaluara, pra kush ka kryer një rivlerësim në 2022-shin, në 2020-ën dhe ka arritur që ta ketë vlerën e pronës në përputhje të plot me tregun, ndoshta nuk e ka me ngutje. Pse? Sepse e ka pothuajse shumë afër me vlerën e tregut. Megjithatë, ne prapë sugjerojmë që në Shqipëri mund të ketë papritura. Duhet marrim në konsiderat që mund të ketë projekte të zhvillimit të qytetit, mund të ketë shpronësime. Kështu që prandaj ne sugjerojmë që gjithkohës në një moment ku ndodh shpronësimi, për shembull praktika në Shqipëri ka treguar në një moment ku ndodh shpronësimi, nëse nuk ke një vlerë në kartelën e pasurisë, sipas një procesi rivlerësimi, automatikisht ajo pronë të shpronësohesh me çmimin e referencës. Vetë çmimet e referencës në Shqipëri kanë treguar që nuk janë në përputhje me realitetin, pra janë 20-30% larg realitetit. Prandaj është një këshill e mirë, po themi është një nxitje që okay, nëse ke këto para, investoj. Nëse ke kryer 2-3 vitet e fundit dhe je okay me vlerën që ke në kartel, ndoshta nuk e ke me shumë gut. Por nëse ke mundësi, bëj këtë gjë. Pse? Sepse edhe nga 2022 deri sot tregu ka fituar vlerë. Pra prona është rritur 15-20% të paktën në këto 2-3 vite, kështu që është e udhës që ta kryej si proces, pavarësisht me më pak motivim. Kjo mas synon të rrisë transparencën në tregun e pasurive të paluajtshme, të ulin formalitetin dhe të rrisë të ardhurat në buxhetin e shtetit.